Me qënë se u drejtove dhe thej që kam kërkuar një interpelancë. Unë fakt, mezi po e pres interpelancën me ty. Mezi po e pres, sepse dua të flas, se këtu është fundi botës, të flasësh ti për drejtësinë. Një person që është dënuar nga gjykata si hajdut të dhënash. Këtu është fundi botës. Je i dënuar si hajdut të dhënash. Një person i cili është i dënuar si shpifës. Pra, edhe hajdut, edhe shpifës. Edhe hajdut, edhe shpifës. Dhe dikush është më e bukur se si thonë, do me thonë, vesi del me shpirtin. Ke dhe një kallëzim tjetër tani, që përsëri akuzohesh si hajdut të dhënash. Agron, je i akuzuar si hajdut. Ka kallëzim penal për ty dhe për kompanit që ke krijuar si skema të parajsës fiskale. Janë kompanit e tua, Agron. I ka në kallëzim penal, do t'i shohësh shumë shpejt. Dhe e di ai, të qonë të fala Monzani, të qonë të fala Monzani. Agron, e di shumë mirë di Agron se kush është ai. Tani, përsa i përket të vëshës Agron, se je dhe biznesmen dhe duhet ta kuptosh edhe besoj e di këtë gjë, po me sa kuptoj, akoma nuk e arrin të kuptosh se kush është edhe si funksionon të vëshëja. Agron, çdo para që paguhet nga subjektet në dogan është të vëshë e kreditueshme, nuk është kosto. Më kupton, Agron? Po, replik, zoti Shehaj. Atëherë,